Përshëndetje nga unë Gerda Sako, dashur miq të RTS Sport, ja kur i kthehemi në transmetim me Supergol, por tashmë me Supergol Europian, sepse sot ka startuar kampionati Europian i nën 17 vjeçarëve që organizohet në Shqipëri dhe që është një ekskluzivitet i radio-televizionit shqiptar. Ne do të jemi këtu çdo ditë të ndeshjeve deri në finalen e madhe në datën 1 qershor në Arenën Kombëtare. Sigurisht është një kompeticion vërtet shumë i rëndësishëm që bën shumë mirë për Shqipërinë. Gjithsesi ne do të kemi mundësi që të flasim, por fillimisht më lejoni që të përshëndes të ftuarit e mi për këtë ditë të parë, Ardi Behari, përgjegjësi i skautizmit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Mirë se erdhe, dhe Rino Bregasi, ose Rinald Bregasi, por nuk mësojmë do t'i them Rinald, sepse është bashkëpunëtori ynë më i ngushtë, kryeredaktor i RTS Sport. Flasim fillimisht në pritje për të lidhur me kolegen Sabina Mete, që do t'jetë edhe me trajnerin e Shqipërisë Andrea Tedesco në një intervistë. Fatkeqësisht Shqipëria ka startuar pra me ndeshjen e Shqipërisë me Portugalinë, nuk ja ka dalë të marrë pikë, madje ka psuar 4 gola, megjithatë duhet të thënë që janë 7 skuadrat më të mira të kësaj moshe në këtë Europian, edhe Shqipëria si organizatore. Kështu që nuk është për të mërzitur, por është për të parë elementët cilësor që ne kemi. Po sigurisht edhe për të mërzitur është pak në fakt, sepse sigurisht në këtë mosh kompeticioni ka cilësinë e saj, ka atë pjesën e dëshirës për të fituar. Pavarësisht cilësive të kundërshtarit apo diferencave në cilësi që ka ky lloj kompeticioni, që për hir të së vërtetës është tejet arritje e madhe organizimi i këtij kompeticioni në Shqipëri. Sepse ne ishim vetë dëshmimtar në stadium ata atmosferë që krijoi ky kompeticion, kjo hapje, moshat e reja që morën pjesë në të, antagonizmin në fushë dhe niveli i lojës që u zhvilluan atë. Dhe kjo është jo vetëm një shfaqje futbolli, po është edhe një reklam e madhe për futbollin e Shqipërisë, që të arrish të organizosh evenimente të tilla të rangut evropian. 90 minutë që i ndeshjes është vetëm maja e icebergut. Mbrapa saj ka një mund pa fund të qindra njerëzve që merren me atë punë dhe jo vetëm ata që organizojnë në teren, por ç'është më e rëndësishme është lobimi për ta sjellë në Shqipëri një eveniment të tillë. Kështu që më tej ndjes edhe Rinos, do të shkojmë menjëherë në Arenën Kombëtare, do të lidhemi me kolegen Sabina Mete, me trajnerin e Shqipërisë Andrea Tedesco. Përshëndetje Gerta, përshëndes edhe të ftuarit në studio. Së pari, nuk e di nëse kemi të mundur ndoshta të shihemi të tre në plan, megjithatë, mister, së pari një eveniment shumë i madh dhe historike kjo për Shqipërinë, që zhvillohet një Europian në Shqipëri, përpos të gjithave si të duk skuadra dhe lojtarët e tu në sfidën e sotme. First of all, a big event happening for the first time in Albania, and how did you see our team? How was the performance? Honestly, this is not our best match from a duels point of view, because we did not win a lot of the duels into the pitch, and we were losing a lot of second ball. But even with this, until minutes 65, 70, we were into the match, and I was confident that the player could do until the end a good performance. Kjo nuk ishte ndeshja më e mirë e mundshme për sa i përket edhe dueleve dhe kemi humbur shumë topa në vijën e dytë. Deri në minutën 60 deri të 70-ën kemi qenë deri diku në lojë dhe kisha shumë besim që deri në fund të ndeshjes dhe mund të kishim një performancë të mirë. Mister, ju zgjodhet që të luanit me pasimet. I was asking to the player to do in the extraordinary way little things, easy things. If we are able to do this, we can face this kind of matches, but if we start to lose concentration, to lose the duels into the pitch, it will be hard for us. So important that the player switch from this point of view, because international matches are like this, are like today, with this such opponent. Me kundërshtar të tillë, ndeshjet e mëdha të tilla janë si kjo ndeshje e sotshme dhe unë ju kam kërkuar lojtarëve që në një mënyrë të jashtëzakonshme të kapin momente specifike që ata mund të fitojnë duele dhe që mund të bënin diferencën, edhe të mos e humbisnin përqendrimin siç edhe ndodhi. Mister, ju në pjesën më të madhe të lojës keni luajtur me pasime të gjata dhe edhe pse kjo nuk ishte produktive dhe nuk solli frutet e saj. Pse kjo strategji? Sepse pas deri në momentin e pasimit të golit skuadra reagoi mirë, më pas lojtarët u troqën.
for most of the minutes of the match you played with long passes, and this was, but this wasn't productive at the end because our team was losing ball many times, and then at the end of the match we didn't score and we conceded other goals. Yes, the truth is that we were trying to play the ball on the ground, but it's depending from us and from the opponent too. Sometimes we had a good ball rotation, sometimes not, sometimes, well, probably too many times we were playing long ball, but at a different moment of the game. The free kick, probably you are making confusion between the game and the free kick. Free kick, we were trying to do some things with the long ball. From the other point of view, build up, we were using both strategies, play on the ground and long ball. But both things today were not useful for the team. Janë dy pika të ndryshme të ndeshjes, në fakt ndoshta konfuzoni free kicks të goditet e lira ose goditet të dënimit në krahasim me pjesën tjetër të lojës, sepse mendoj që ka pasur një lloj balance, duke qenë se më së shumti kemi luajtur ulët, pra kemi bërë futboll të ulët në pak centimetra, por që në momentet për goditjet e dënimit sigurisht që kemi përdorur pasimet e gjata, por që nuk funksionoi. Gerta, Even when we were playing on the ground with the ball rotation, sometimes we were mistaking control and pass. So these things happen. Important that how we react to the mistakes. This is something very new, something very big for our players. We have to support them. We don't have to consider just the result. Okay, this is very important. The most important thing is to react to the end of this game and to recover as much mental and physical energy as possible, because in 3 days we are going to face another big team, and we have to support our players, because for sure, I'm sure, that they gave their best today. E kemi humbur topin shpeshherë duke bërë këto pasime të tilla, edhe ajo çfarë është e rëndësishme është të rikuperohen mentalisht edhe fizikisht lojtarët përpara një ndeshje shumë të rëndësishme që kemi pas 3 ditësh, edhe ne duhet të suportojmë lojtarët përpara këtij momenti. Gerta, nuk e di nëse ka pyetje nga studio? Jo, nuk kemi pyetje, jemi shumë të kënaqur me përgjigjet e trajnerit, kështu që falenderoj shumë edhe ty Sabina. Dhe do të kthehemi në studio, sepse edhe koha që kemi në dispozicion është vërtet shumë e ngushtë, vetëm në orën, pas pak minutash, në orën 23:10 do të startoj ndeshja tjetër shumë interesante për të ndjekur midis Francës dhe Gjermanisë, po përpara se të hyjmë përsëri tek ndeshja, unë do doja ndaloja pak me Rinon tek rëndësia e këtij kampionati dhe transmetimit të tij, një ekskluzivitet i rrjetit të radio televizionit shqiptar. Është kampionati i parë europian që organizohet në Shqipëri, një provë e madhe dhe në këtë aspekt. Është e vërtetë që ne kemi mikpritur dhe kemi dhënë prova për ndeshje të mëdha si finalja e Conference League, e megjithatë kjo është në një tjetër lloj një provë dhe ndoshta edhe më e vështirë, sepse bëhet fjalë për një kompeticion që zgjat disa ditë, një harë kohor më të gjatë, 2 javë, janë 8 skuadra që do të akomodohen, do të stërviten, do të shoqërohen, pra është ajo që përmendi Ardi, bëhet një punë jashtëzakonisht e madhe dhe patjetër je në syrin e UEFA-s që nuk fal për detajet më të vogla. Për sa i përket radio televizionit shqiptar, fal bashkëpunimit që kemi patur të gjithë bashkë në departamentin e RTS Sport, të bindur se vendi ideal për të transmetuar këtë kompeticion historik është radio televizioni shqiptar, ekrani publik i të gjithë shqiptarve, që jep jo thjesht më të mirë në aspektin komercial, por edhe të vlerave që përçon të teleshikuesit dhe patjetër pastaj edhe të argëtimi. Mirë, të ndalojmë pak tek ndeshja. Kaq e fortë ishte Portugalia për ne, Ardi? Po, nuk e kishim lënë sot për ta parë sot në Tiranë se sa e fortë ishte Portugalia. Në fakt nuk është vetëm Portugalia e fortë. Janë të 7 skuadrat më të mira të Europës. Dhe thënë këtë, kuptohet që Portugalia sot përveç cilësisë, ka dhe specifikat të tjera. Pavarësisht se sot i mungon dhe një nga sulmuesët kryesorë të saj, por ajo që ata kanë specifik është fakti që luajnë pothuajse të gjithë në 2 skuadra. Më së shumti luajnë të Benfica dhe ka disa lojtarë të Porto dhe Braga janë një apo 2 të tjerë që një nga ata është portier. Pra janë lojtarë që luajnë shumë me njëri tjetrin edhe absolutisht e trajtojnë si klub. Janë më të mirë, kjo është politikë e tyre. Lojtarët më të mirë të Portugalisë sigurisht që le të themi mundësinë e përzgjedhjes e kanë shumë më të madhe se ne nga numri i popullsisë, por ashtu se kundër kanë edhe punën më të mirë se ne në kushte më profesionale,
Pra, të qenurit homogen, le ta themi kështu, i ndihmon ata për të shprehur shumë lirshëm në këto lloj nivelesh. Dhe sigurisht që për ne ishte vërtet shumë e fortë, jo vetëm Portugalia. Megjithatë, Ardi, patjetër diferenca në kualitet është e padiskutueshme, ne jemi në këtë Europian në fazën finale si vend mikpritës, nuk duhet harruar dhe kjo, dhe është ashtu siç është një mundësi, është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Megjithatë, ajo që lexova te Tedesco dhe në fakt nga intervista më pëlqeu veçanërisht fundi, ai që tha për t'ju dhënë zemër djemve, sepse nuk isha shumë dakord me atë analizën thellësisht tekniko-taktike duke evidentuar gabimet. Sepse ndoshta janë mirë gabime që thuhen në dhomat e zhveshjes dhe duhet dhënë zemër. Portugalia pastaj është një bëhet fjalë edhe për fëmijë. Mos harrojmë Rino që edhe Tedesco është një trajner i ri që edhe për atë është Europian i parë, besoj se nuk ma merr mendja. Po patjetër, edhe në të tilla nivele patjetër që është edhe dhe ai e ndjen atë peshën e përgjegjësisë dhe në një farë mënyrë do të sqarojë edhe ato që nuk sqarohen në publik. Kështu që po për të kthyer te ndeshja, sepse Tedesco në fakt e kishte përgatitur mirë ndeshjen dhe mënyra e të përgatiturit të ndeshjes i dha një avantazh kohor prej 60 apo 70 minutash derisa erdhi goli goli i dytë, sepse goli i dytë ishte ai që vrau ndeshjen në gjykimin tim. Dhe nuk është se u mbyll mbrapa, nuk është se e priti Portugalin e gjitha mbrapa dhe nuk kërkoi të prodhonte lojë. Përkundrazi, sulmoi lart, një impresion i lartë, i alternuar me një blok të mesëm për të shkitur pasaj për blokun e ullët. Megjithatë mos ndoshta të të bëj kontrapedalin tani, nëse ma lejon Hygerta gjithmonë. Mos ndoshta gabuam një çik me kujdesin sepse ato minutat pas pësimit të golit, duke theksuar diferencën e kualitetit, por që nxorën çiket atë nervin shqiptar, mua pas pësimit golit parë, mu duket sikur ishin shkëndija të nevojshme për ta ndezur gjakun. Por ne këtu harrojmë diferencat që kemi. Te ajo pjesa e vrullit për të marrë hak, themi, për të kundur përgjigjur këtu. Nuk e kemi ne atë mundësi për të bërë këtë reagim kaq të madh. Sepse ke përballë skuadra që janë shumë racionale. Skuadra që cilësin kryesore të tyre kanë shpejtësin, përveç automatizmave taktik. Po themi, Portugalia sot ishte një skuadër që asimetrin e merte në majta, me mbrojtësin e majtë që e ngrinte deri në peshë në të linjës së sulmit, dhe kishte sigurit jashtëzakonshme të topit. Unë, në pritshmëritë mia, kisha që Portugalia mund të vinte me aksione të rrjedhshme dhe të çnonte gol, mund të vinte me veprime individuale dhe të çnonte gol. Po ndodhi e kundërta, e zhbllokoi ndeshjen me një goditje standard dhe shënoi kapiteni tyre numri 6 me kokë, e papritshme fare. Pra detajet për deputusin janë shumë të rëndësishme. Kështu që nisuna kjo them që nuk u sollëm keq në ndeshje. Nuk na mungoi personaliteti. Unë pash në skuadër lojtar që kishin besim për të mbajtur topin në këmbë. Unë pash në skuadër lojtar që kishin cilësitë e duhura për të mbajtur këtë lloj peshe të ndeshjes. Ndoshta po të kishim çik më të saktë pasimet. Jo, ndoshta me një fat më të mirë po të kishim edhe Durmishin, sulmuesin ton kryesor të Juventusit. Mungon për kartona, apo jo? Mungoi për kartona në këtë ndeshje, është i gatshëm për ndeshjen tjetër dhe është pika jone e referimit. Dhe ata topat e gjatë që janë ashtu siç trajneri tha, të alternuara, sepse ne fillonim lojën aposhtë me portierin. Nëse s'gabojmë, konsumonim 2 pasime, pastaj kërkonim linjën e fundit. Por të gjitha ato topa janë për Armanin Durmishin që i kontrollon të gjitha dhe Kulla është ai lojtar që përfiton nga topat e dytë. Ka një sinergji që i rrit edhe amplifikon vlerat e të dyve. Kanë cilësi që plotësojnë njëri tjetrin dhe ju kujtoj që janë në mos gaboj kanë 38 gola të dy në skuadrat përkatëse në Serie A të Italisë. Pra nuk jemi skuadër pa personalitet apo pa cilësi brenda. Sigurisht na mungon përvoja. Më vjen keq që duhet të ta ndërpres pasionin, po kemi dhe shumë pak minuta në dispozicion, sepse vetëm në orën 20:30 do të startojë ndeshja e dytë midis Gjermanisë dhe Francës. Drejt për drejt do ta ndiqni në RTS Sport, ashtu siç keni ndjekur edhe ndeshjen hapse midis Shqipërisë dhe Portugalisë në Kombendin e Albanasanit, por edhe ceremoninë hapse të këtij kompeticioni, po do të ndalojmë tashmë tek kjo ndeshje që do të startojë vetëm pas pak, duke parë pak formacione që të diskutojmë me Ardi. Shohim formacionin e Gjermanisë të përzgjedhur nga trajneri Mark Patrick Meister. Atëre në port është Tripel, në mbrojtje është përzgjedhur Turaj, Pavlik, Valifart dhe më duhet Abraha, në mesfush është Gotličer, Kaba,
në mbështetje pastaj në sulm është Mule, Karl, Isbruch dhe në maj të sulmit do tjetë Staf. Ndërkohë shohim dhe formacionin e Francës, përzgjedhur nga Lionel Rouxel, që është trajneri i tyre, me Jutren në port, në mbrojtje do tjetë Bat Bedat, Mbemba, Diandaga dhe Boli, ndërkohë në mesfush është Azizi, nuk është shqiptar ky besoj, Kamara, Eymard, Matondo, dhe në sulm do tjetë Nguesan dhe Himbert. Shumë pak emra francez, si gjithmonë. Para se do shme pyetjen për ardhin, komplimente për shqiptimin apo... Po, frëngjishte me kam specialitetin tim. Këta djaloshat të rinj do ta kenë prezencën e parë në një studio, duke qenë se edhe për ata janë filizat të rinj në rritje në një studio televizive, prestigjioze, le të themi, në një radio televizion kombëtar. Ajo që duat, sepse sigurisht nuk kemi dhe shumë informacione, duke qenë se janë vërtet mosh shumë e re, por që si gjithmonë për shembull tek Franca, por dhe tek Gjermania, që ndoshta është pak më e tërhequr në këto gjëra, kemi shumë emra jo gjerman edhe jo francez. Hygert, para njerë që duhet thënë të Gjermania, në fakt mungon Yul Gashi, një nga lojtarët kryesor të Gjermanisë, me golashënuesi i Gjermanisë U17. Yul Gashi është një mungesë e madhe për formacionin e tyre, është një skuadër shumë agresive Gjermania, shumë fizike, shumë agresive, mbrojtësat e Kraut, sidomos mbrojtësi Djasti i Bayer Leverkusenit shumë i shpejt dhe aty thyen gjitha manevrat e kundërshtarit. Ka numrin Lennart Karl, numrin 10 Gjermania të Bayernit të Muniut, që është një nga lojtarët më të mirë të moshës së tij në të gjithë Evropën. Dhe Franca ka një specifik tjetër që është një skuadër shumë fizike, po shumë e shpejt. Bazon çdo gjë në shpejtësinë e saj. Duhet ta mbyllim ardhin ndjes. Pas një ekspertize si kjo e Bearit, me njohje kaq thella, unë mund të them vetëm që parashikimi im është që Franca do të jetë shumë më lart në staturë, duke pasur parashikuar do ta shohim në orën 20:30 në RTS Sport drejt për drejt në komentin e Erkan Çutrës. Kemi folur shumë pak në fakt për Shqipërinë, por edhe për kompeticionin. Në pjesën e fundit prej orës 22:30 me Supergol Europian do të flasim për gjithçka. Për momentin duhet ja lëm linjën regjis. Faleminderit Ardi Bearit dhe Rino Bregasi që ishin me mua. Shihemi menjëherë pas ndeshjes.